Klubi i futbollit Gostivari ka nisur zyrtarisht përgatitjet për sezonin e ri në Ligën e Tretë, me objektiv të qartë të rikthimin në Ligën e Dytë. Në stadiumin e qytetit futbollistët zhvilluan seancat e para stërvitore në ndërtimin e kryetrajnerit Birol Topçiu dhe stafit teknik, duke shënuar fillimin një cikli të ri garash. Skuadra këtë sezon do të mbështetet kryesisht në futbollistët nga Gostivari, me një kombinim të lojtarëve me përvojë dhe e talentëve të dalë nga akademia e klubit. Përgatitjet kanë nisë që treningun ditë e kina sot. Lojtarët e kina këtë për Gostivarit. Si mjetë Ligën e Tretë dalym këtë lojtarë me pi Gostivarit. Kina lojtarë i ri, kina lojtarë me përvojë. Unë si trener, maksimum do angazhom me dimës trenerët, të përgatisim ekipin maksimum. Por normal dhe kërkoj pi lojtarëve disiplinë, dhe kërkoj angazhim në për treninga maksimum dhe loj maksimum angazhim. Topçiu bëri të ditur se skuadra do të zhvillojë edhe disa ndeshje kontrolluese përpara nisjes së kampionatit, ndërsa në total janë planifikuar 5 ndeshje miqësore. Trajneri nuk e fsheh ambicien që Gostivari të luftojë për krahun e tabelës dhe rikthimin në Ligën e Dytë. Gostivari meriton të jetë Ligën e Dytë, por edhe ne me lojtarët këto që kena lojtarë ri, të angazhojmë si trener thash parës, të angazhojmë maksimum sa të kom mundësi të qesim maksimumin për lojtarëve. Por vakti dhe diftone, ku dhe jena, si dhe jena, qëfëse jepet rastin e qëkojmë për vendin apë, se nuk. Optimist për ecurinë e ekipit u shpreh dhe ndihmës trajneri Gani Beqiri, i cili vlerësoi se përgatitjet po zhvillohen sipas planit dhe se grupi ka cilësi për të realizuar objektivat. Gjithçka shkon sipas planit dhe programit që e kemi hartuar bashkë me kryetrajnerin. Kemi shumica e lojtarë vetë se janë nga sezoni i kaluar. Kemi edhe aderime të reja, domethënë shumicën e atyre i kemi ndjekë dhe i njohim, për shkak se kanë qenë nga shkolla e futbollit të KF Gostivarit, por që kanë luajtur në për klube të ndryshme, me punë dhe disiplinë do arrim qëllimin që e kemi. Qëllimi jonë është si vjet që të inkuadrohemi në Ligën e Dytë, pse jo më të qejë edhe në Ligën e Parë. Besim te projekti i ri i shpreh edhe një nga futbollistët me përvojë të skuadrës, Safet Ibrahimi. Ai vlerëson se kombinimi i eksperiencës me energjinë e lojtarëve të rinj mund ta bëjë Gostivarin një nga pretendentët kryesorë të kampionatit. Jena një kombinim lojtar me përvojë, 6-7 lojtar me përvojë, edhe tjerët janë shumica ndër 20 vjet. Besoj se në kampionat do përgatitena si duhet. Besoj se dhe jena pretendent për 2 vendet e para. Varet ajo edhe, do me thonë, nga ana jonë, sidomos në gjirot e para. E dim se Liga 3 nuk është ashtu si mendin, është shumë lehtë, po do me thonë me përkushtim, me disiplinë, do me thonë një grup tina, grup i shëndosht, grup i mirë, besoj se dhe kina sukses gjatë këtij sezoni. Me një grup të ndërtuar mbi futbollistët vendas, mbështetjen e akademisë dhe objektivat e qarta sportive, klubi futbollistik Gostivari hyn në sezonin e ri me ambicie për të rikthyer klubin aty ku, sipas drejtuesve dhe futbollistëve, e ka vendin në Ligën e Dytë të futbollit vendor.